Edhe ai Barshekan del nga atmosfera? Dalin nga atmosfera dhe në moment që hyn në atmosferën e tokës, shpejtësia e kokës të këtyre, pra kjo koka që është e shkëpushme, shihni? Po. Pra kjo koka që është e shkëpushme, kjo koka mund të shkojë në këtë moment që rihyn, pra se ngrihet. Del nga atmosfera. Në moment që rihyn në atmosferë, përveç shpejtësisë së saj që ka, automatikisht ka edhe peshën e kokës, pra 1500 kg. Po. Pesh. 1500 kg pesha e kokës që është vetëm kjo këtu. Kokës është eksploziv, po, vetëm kjo. 1500 kg. Dhe shpejtësia e kësaj shkon gati 20.000 km/h. Pra 20.000 km/h, duke qenë se me anë të satelitëve është e manovrueshme koka, e bën të pamundur që ti ta interceptosh këtë kokë. Sepse në momentin që radari intercepton kokën këtu. Pra radari është këtu dhe e kap, pra shihni radarin. Okej, ky është radari. Dhe koka ashtu, radari intercepton kokën këtu. Kjo koka është me 20.000 km/h. Pra është në rënje, me 20.000 km/h. Ti e intercepton. Dhe në momentin që ti të duhet disa minuta, pra 1 minutë, 2 minuta, t'ja kalosh këtë të dhënë, pozicionin interceptimit, t'ja kalosh raketës që të godasi, pra baterisë raketore që të godasi, në këtë moment, kjo ka lëvizur, ka ikur. Pra ka ikur dhe si duhet sërish radari ta kapi, pra radari duhet harxhoj 3-4 minuta ta kapi, kjo është e manovrueshme, derisa të kapësh ti totalisht, do të lëshosh të që kjo shkoj ta godasi, pra duhet përcaktosh trajektoren e kësaj, sepse kjo e kap këtu. Por kjo e kap dhe përcakton, është duke ecur në këtë drejtim, dhe përcakton trajektoren, dhe me këtë shpejtësi i jep të dhënat saj dhe kjo raketë lëshohet dhe e bën për llogaritje që duke ardhur me këtë shpejtësi, me këtë trajektore, kjo raketë nuk do të godasi këtu, po kjo raketë vjen edhe godet këtu. Por duke qenë e lëvizshme, ti të duhet gjatë gjithë kohës që ta mbash, sepse kjo lëviz, në momentin që ikën këtu, atëherë kjo raketë nuk ka ku ta kapi këtu. Sepse ikën këtej. Për këtë arsye bëhet e pamundshme kapja e këtyre. Jo se nuk i kap radari, po për shkak të shpejtësisë të madhe që ka. Dhe manovrimit nëpërmjet satelitit. E pamundshme goditja, po pavarësisht se thuhet kapja, për tu kapur, kapet nga radari, po goditja është e pamundshme në këtë moment. E qartë. Dritan, ndërkohë e fundit që do doja të bisedoja dhe kjo lidhet prap, na rikthem prap tek vendet, tek lindja e mesme. Sërish dje doli një lajm i cili në një farë mënyre na tregonte që vazhdon të mbetet në fuqi ai bllokimi i programit për F-35-at që Trump në samitin e Ankaras premtoi se do t'ja jepte Turqisë. Si ta lexojmë këtë vendim, nisur edhe nga ajo panorama që ti na dhe në lindjen e mesme. Do të kemi një gjë parasysh. F-35-at, vendimi për nxjerrjen nga programi F-35-ave të shtetit Turqisë nuk është vendim presidencial, po është vendim i Kongresit Amerikan. Dhe Kongresi Amerikan, kur e ka marrë këtë vendim, ka vendosur edhe kriteret që përcaktojnë daljen nga ky program dhe hyrjen në këtë program. Janë disa kritere cilat normalisht ato janë quajtur kritere ligjore, por normalisht një kriter teknik i madh. Pra është S-400. S-400 ruse. Po, që ka. Kjo është kriteri bazë, pra Turqia do të heqë dorë nga S-400. Dhe kjo S-400 duhet të jepet diku, pra ose ta marrë sërish Rusia, ose të shitet diku. Turqia ka qenë në bisedime me Katarin për t'ia shitur Katarit. Në këtë moment amerikanët nuk janë dakord që kjo të rishitet Katarit, për arsye se edhe në shitet Katarit. Në Katar është baza amerikane Al Udeid. Pra në rast se kjo do të hynte në funksionim, ky S-400 do të ishte njësoj për ta mbante Turqia, nuk ka ndonjë gjë. Pra s'ka asnjë ndryshim në këtë moment. Nëse shkon në Katar e përkeqësonte. Pra këtu është problemi, por nëse shkon në Katar, pse turqit duan Katar? Sepse turqit kanë një marrëveshje ushtarake me Katarin. Dhe do ta përdornin turqit në Katar. Sërish. E qartë. Pra këtu dhe amerikanët të lojë të turqëve nuk po e hanë. Dhe presidenti amerikan nuk ka fuqi mbi Kongresin. Pra, shitja pavarësisht se presidenti është okej, shitjen tashmë duhet ta miratoj Kongresi. Pra futjen në program. Dhe Kongresi ka vënë këto kriter. Pra në momentin që ti përmbush kriterin, hyn në program. Bie vendimi. Pra vendimi është i Kongresit, jo i presidentit. Presidenti është okej, po tashmë duhet Kongresi. Për të vajtur te Kongresi duhet të bjerë kjo. Kjo bie vetëm me veprimin e Turqisë. Dritan, dakord, po refuzon Turqia se kishte shumë komentatorë që në një farë mënyre e vendosnin Turqinë midis Washingtonit dhe Moskës dhe Erdoganin midis Trump edhe Putin. Apo refuzon Turqia që
të le të themi ta shes së 400-ën apo thjesht Unë mendoj që Turqia herë refuzon, herë do ta shesi. Problemi është që duke qenë se në fillim ka pasur një ofertë nga India për ta marrë, ndërmjetësin atë kohë e bërin rusët për ta marrë India, turqit e refuzuan këtë protestë, këtë ofertë. Për arsye se nëse shkon në India, atëherë kjo është jashtë kontrollit të turqëve totalisht, pra dhe futën në lojë Katarin. Në mënyrë që ta mbajnë sërish turqit në kontroll. Po, e qartë. Se 400 në lindjen e mesme është e papranueshme për amerikanët. Po, në gjitha kuptimet. Pra, këtu është Erdoani po do që të lozi ta mbaj mirë edhe ande edhe këndej. Pra, ta mbaj si fuqi sepse është se 400 është një fuqi. Në çdo kohë nesër mund të japi fuqi sepse i duhet se 400 nesër, pse i duhet? Nuk e ka hallin te NATO, as te Amerika. E ka hallin nesër në rast se shkon në një përplasje me Izraelin. Në moment që e ndezin se 400 ata e bllokojnë Izraelin. Në përmes së 400. Absolutisht, jo. Se 400 ka radarin 500 km, pra çfarë do lloj gjëje që ngrihet nga Izraeli, që në momentin që ngrihet, ata e interceptojnë dhe e kanë në kontroll. Dhe e nxjerrin jashtë loje çdo lloj operacioni, çdo lloj tentative të Izraelit ndaj Turqisë nesër. Pra për këtë i duhet Erdoganit, dhe ndaj nuk dëshiron ta heqi, dhe mundohet të lozi sa ndej, ta shtyj sa më shumë gjendjen, dhe do vazhdoj kjo lojë. E qartë. Jo, pyetja tjetër që do doja të bëhem me këtë është a kemi një sepse në deklarata dhe Trump dhe Erdogan janë shumë të ngrohtë me njëri tjetrin, por në akte aktualisht janë akte të cilat nuk varen nga presidenti. Pra, këtu është gjithë problemi. Për momentin, duke qenë se presidenti amerikan do shkojë edhe në zgjedhjet e nëndorit, nuk mund të hyjë tashti në një përballje me Kongresin dhe t'i shtyjë ata që të pranojnë një kërkesë të tij që të hiqet kriteri dhe të futet F35. Pra, pa kaluar edhe zgjedhjet e nëndorit, Trumpi nuk do të hyjë këtyre lojrave politike të cilat mund t'i kushtojnë atij të ardhmen politike të vetës dhe të partisë tij. Ka besën me Kongresin. Dhe këtë nuk e bën as për hatër të Erdoganit, as për hatër të askujt. Prandaj do të vazhdoj kjo siç është në këtë faza. Dritan, të falenderoj shumë gjithë kisha. Faleminderit. Në këtë pjesë e emisionit është bashkuar me mua pedagogu i shkencave politike në Universitetin e Tiranës, Klejt Këlliçi. Klejt, kënaqësi që të kam si gjithmonë. Faleminderit. Klejt, sulmet amerikane ndaj Iranit u ndalën sërish. Generali amerikan Bradley Cooper thonë që e ka këshilluar Donald Trumpin që të ndalojë, që nuk është në interes të SBA-ve ta vazhdojnë më tej këto sulme për shkak se objektiva strategjike janë realizuar. Një pjesë thonë që sulmi ka ndaluar për shkak se po mbarojnë interceptorët. Po, është krizë. Faktën një lajm edhe në mediat amerikane e lexova. Si qëndron e vërteta e ndalimit të këtyre sulmeve? Janë të gjitha hipotezat që janë hedhur janë deri diku të vërteta. Është e vërtetë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një krizë ose një deficit për momentin në raketa Patriotin, në interceptorët. Me sa duket Patrioti mbetet sistemi më i rëndësishëm deri tani, të paktën që e ka treguar veten edhe në të dyja konfliktet, edhe në Ukrainë edhe në Iran, si një nga armët më të rëndësishme e cila intercepton kap raketat që hidhen nga kundërshtarët. Dhe deri tash Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë djegur nga momenti që kanë filluar konfliktin rreth 2000 ca. Pra gati totalisht rezervën ushtarake që kanë pas dhe duhet ta rekuperojnë. Dhe kjo mund të shihet si një pjesë, si një lloj strategjie për rekuperimin për rimarrjen e forcave, gjë që është normale në një konflikt. Konfliktet nuk vazhdojnë në mënyrë të përditshme, ka fushata, ka objektiva dhe më pas ka dhe rikonstituim të forcave në terren, rigrupim, rikonstituim të forcave, rezerva etj. etj. Kjo është një element. Elementi i dytë i rëndësishëm mund të quhet, tashti ka dalë si hipoteza e armëpushimit së premtes, quhet. Armëpushimi i premtes. Sepse se të koincidon me momentin në cilin mbyllet në tregjet në Shtetet e Bashkuara, mbyllet bursa, është dita e fundit e bursës dhe çmimi i naftës mund të arrijë në ato limite për të cilat më pas të vjetë dita është e 2-3 ditësh, i cili në terma financiar për neve që jetojmë në një treg shumë të vogël mund të mos jetë shumë i rëndësishëm, po për
ekonomi shumë të dhaja, është e rëndësishme dhe ka një se thosh kufi psikologjik për i cili po tentohet që të mos kalohet. Dhe ky kufi është psikologjik, është $100 për fuqi, pra në momenti që limiti i çmimi i fuqive, i fuqisë. Në fakt kishte shkuar deri para domethënë çmimi për fuqi kishte shkuar pavarësisht sa çishte para fillimit ose në muajin prill. Pra diku ku shkon deri tek 100 dhe më pas në sulmet ndalojnë, pëson një rënje. Diku ke $3, $4, $5 sa mund të jetë, edhe rifillon prapë. Kjo është një hipotezë tjetër, pastaj nëse janë ose jo sulmet në dëm të shtetit amerikan, është e kuptueshme për momentin ose në pjesa dërmuese analistëve mendojnë që Shtetet Bashkuara këtë luftë e kanë humbur në kuptimin e asaj që kanë arritur objektiva strategjik, objektiva taktik të rëndësishëm, si shtyrja e një fillimit programit bërthamor nga ana e Iranit për disa vite, po jo eliminimi total i mundësisë për të filluar një program bërthamor. Në anën tjetër, tashmë është e qartë që Irani do të kërkojë me ngulm, pra nëse para këtij konflikti Irani ka qenë në mëdyshje në avancimin ose e ka lënë si të nënkuptueshme që mund edhe ta zhvillonte deri në fazën fundore programin bërthamor, tashmë ndofta është është i prirur për ta çuar këtë deri në fund, për shkak sepse mendon që një garanci bërthamore e garanton akoma më tepër sovranitetin e vendit. Klet, ndërkohë në kuadër të kësaj thuhet që Netanyahu ka fluturuar drejt Washingtonit, ku pak a shumë komentatorët flasin për dy prapaskena. Prapaskena e parë lidhet me atë që Netanyahu ka fluturuar për të bindur Trump për të bërë një sulm tjetër masiv, sepse sipas Netanyahut Irani po vazhdon me pasurimin e uraniumit dhe bëhet fjalë për atë malin Kazan, që thuhet Pickaxe Mountain. Aty mendohet që ka centrifuga që po vazhdojnë me pasurimin sipas mediave izraelite. Gjithashtu edhe për programin raketor i cili vazhdon që të rikuperojë dhe të eci përpara. Pra, një skenar thot që Netanyahu është atje për të bindur Trump për këtë. Ndërkohë një skenar tjetër thuhet që Netanyahu është atje sepse Trump dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar që Izraeli të tërhiqet nga Libani, të tërhiqet nga Siria, të tërhiqet nga Gaza në kuptimin e asaj fillimit një faze të re. Pra, cila është e vërteta e kësaj vizite? Kam përshtypjen është diku në mes, po më shumë i afrohet të parës, ndofta jo për një impenjim të mëtejshëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, po për mbajtjen në konstante të impenjimit ndaj Iranit. Sepse hipoteza e tërheqjes nga Libani, nga Gaza, apo nga Siria, nga do të rriqen, nga lartësitë Golan nuk të rriqen. Nuk të rriqen nga lartësitë Golan? Absolutisht. Nuk do të rriqen nga lartësitë Golan. Lartësitë Golan janë një pikë strategjike e cila marrja e cilës i ka shërbyer Izraelit në disa konflikte. Dhe nuk besoj që kanë nuk do duan kurrë të tërhiqen nga lartësitë Golan. Do të mbahen të pushtuara, besoj. Dhe nuk ka asnjë arsye. Ajo që është e rëndësishme, sepse nëpërmjet lartësive Golan ka mundësi edhe ta rrezikosh Damaskun shumë shpejt. Pra ta neutralizosh strategjik. Patjetër është. Megjithatë këto janë detaje shumë të panevojshme për momentin, por imagjino një situatë për të cilën sot Izraeli në ambientin rajonal nuk ka presione të mëdha. Pra nuk ka asnjë fuqi sot e cila ushtron presion ndaj Izraelit për situatën që është krijuar në Gaza, në Libi,
Apo në Gaza apo në Liban. Në një farë mënyrë, një pjesë e mirë e vendeve arabe kanë marrë si të mirëqen përpjekjet që Izraeli ndërmerr ndaj Libanit ose Gazës. Ke sa dush vende arabe për rreth të cilat kanë jo vetëm mbyllur një sy, por kanë edhe përmirësuar më shumë marrëdhëniet me Izraelin. Dhe vetmja gjë që mund ta shtyjë Izraelin që të tërhiqet nga Gaza ose nga Libani, si përmarrjet në Liban, është situata e brendshme politike. Është e vetmja shtys që edhe ndofta në presion i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo, por këtë bëhet fjalë, pra që Shtetet Bashkuara të Amerikës po i kërkon Izraelit që të tërhiqet. Nga Siria është e pamundur. Edhe çështja ai territor, aq i vogël sa ç'është i Izraelit, duke qenë se është një shkretir, nuk ka mbrojtje natyrore, është shumë i cënushëm. Po. Të gjitha aneksimet që Izraeli ka ndërmarrë në vitet 50, 60, kur janë zhvilluar 67-ën, duhet të jenë bërë aneksimet më të mëdha, jo aneksimet, po pushtimet. I kanë shërbyer Izraelit për definu mbrojtjen nga aktorët, nga vendet të cilët e kanë sulmu, siç është Egjipti, Siria, potencialisht edhe Jordania, Jordania mas 67-ës nuk është fut në konflikt, nuk ka qenë pjesë e konfliktit. Dhe Izraeli ka dorëzuar Sinain nga këto se tush pushtime të cilat i ka pas, kanë qenë pushtime jo aneksime, do ta ketë dhënë diku në vitet 80 masi është arrit një farë paqeje me Izraelin, që çoi pastaj edhe në vrasjen e presidentit të Egjiptit, të asaj kohe. Dhe po përveç Sinait nuk është se ka dorëzuar, nuk është se i ka dorëzuar sirianëve lartësitë Golan. Dakor. Dhe praktikisht lartësitë Golan treguan. Ideja është nga që po përflitet, ai Guterres ishte në Siri. Unë nuk e besoj. Javës që shkoi edhe u fol për. Unë nuk e besoj. Do të kërkonte një normalizim të marrëdhënieve të Sirisë me Izraelin. Do të kërkonte po problemi që ndron këtu, Redi, që ka në raport me Izraelin në vendet arabe mund të ketë dy fryma. Një mund të jetë ajo e qeverisë në pushtet, dhe një mund të jetë ajo e opozitës, e cila çdo lloj opozite e brendshme, dhe po ta shohësh në të gjitha vendet arabe, cila do opozite e brendshme ka përdor raportin me që ai vend ka ose mund të ketë me Izraelin në funksion të debatit të brendshëm politik. Mos harrojmë që në Egjipt situata politike mbas viteve 80 dhe opozita e brendshme ndaj regjimit egjiptian deri vonë, të gjitha liderëve egjiptian ka qenë raport me marrëdhënien që ky vend ka pas ose jo me Izraelin. Kjo marrëdhënie mund të mos jetë marrëdhënie miqësore, mund të mos jetë marrëdhënie e ngushtë dhe shnetshme bashkëpunimi, por thjesht një marrëdhënie paqe e cila implikon vendosjen e besimit mes palëve dhe mundësinë që lufta është goxha larg. Nëse kjo deri diku mund të jetë arrit me Egjiptin edhe për shkak të problemeve që ka pas rripi i Gazës, pra si tension që ka prodhuar gjithmonë rripi i Gazës si ambient politik, strategjik etj. Në rastin e Sirisë, dhënia e lartësive Golan do të jepte një avantazh shumë të madh. Do t'ia jepte Sirisë në raport me Izraelin. Unë nuk besoj që Siria sot, edhe në Siria që nga viti 73, që kur që pas luftës Jom Kipurit, nuk besoj që ka kapacitetin e një konfliktimi me Izraelin, edhe atëherë nuk e ka pas, atëherë është financuar nga Bashkimi Sovjetik bashkë me Egjiptin, se e vetme nuk mund ta bënte dhe sot e vetme nuk mund ta rrezikojë. Shikon të pamundur tërheqjen e Izraelit, qoftë nga Gaza, qoftë nga Gaza, jo detyrimisht nga Libani, edhe është e mundur, për shkak se edhe për shkak të një lloj raporti të çuditshëm që është krijuar në konfliktin mes
ushtrisë izraeliane dhe Hezbollahut, ku Hezbollahu për shkak edhe të eksperiencës iraniane e tjerë ka pas përdorim masiv edhe me deri diku me lloj efikasiteti të dronëve, pra është e vështirë sot që të luftosh në Liban me kushtet që ke luftuar fjala vjen në Gaza. Dhe kam përshtypjen që është më thjesht për tu tërheq nga Libani, deri diku duke mbështetur edhe aktorë të ndryshëm në Liban në mënyrë që të balancojnë Hezbollahun, por për shkak edhe të një konstitucioni sociopolitik që ka Libani, është pak e vështirë që të gjesh aktorë cilët ta minimizojnë ose ta neutralizojnë totalisht Hezbollahun. Hezbollah është dhe do të mbetet një gjëmb në trupin e Izraelit, cili do ta shqetësojë gjithmonë. Klet, ndërkohë do kalojmë pak edhe tek Ukraina, po para se shkojmë te Ukraina, do shkojmë tek sulmi që Ukraina i bëri një anije iraniane. Si e vlerëson këtë moment? Duhet të shifen rrethanat, por në rast se i referohemi shumë ligjërimit presidentit Zelenski, sidomos në momentin që Shtetet Bashkuara të Amerikës u futën në konfliktin me Iranin, ligjërimi i Zelenskit ka qenë ky: Irani është aleat i Rusisë. Ne jemi aleat Shtetet Bashkuara të Amerikës. Rusia lufton në Iran me dronët Shahid dhe natyrisht çfarë lloj goditje që ne japim Rusisë, ndihmon Shtetet Bashkuara në Iran. Është një lloj ligjërimi i cili më tepër e nënkupton se sa e nënkupton një farë koordinimi ose aleance mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Ukrainës, të cilat nuk është se ka një konflikt, për Irani nuk ka një konflikt me Ukrainën, të drejtë për drejtë. Nuk ka, po edhe vetë Ukraina me Shtetet Bashkuara të Amerikës, paktën me anën e presidentit Trump, nuk është se i ka pasur kaq marrëdhënie kaq ngushta. Zelenski gjithmonë e ka përdorur konfliktin me Iranin si një mënyrë për të afruar apo për të nënkuptuar një lloj në mos aleance, mirë kuptimi ose të vendosurit përpara asaj që ndofta Zelenski e mendon, por nuk e thot. Është aksi i keqes. Po, dakor. Ai një metaforë e aksit të keqes në cilën vendosen si Irani si Rusia. Se është në Washington Zelenski. Për të mos thënë edhe tjetrën që Zelenski ka parasysh që Irani nuk është thjesht një aleat i Rusisë, por është edhe një lloj guri me cilin Rusia mund të luajë rol të rëndësishëm në lindjen e mesme. Të mos harrojmë diçka tjetër shumë të rëndësishme, është që ndoshta në momentet në vijim, Rusia të mos jetë një prej, ose mund të jetë një prej aktorëve shumë të rëndësishëm, i cili do të mundsojë bërthamorizimin e Iranit. Pra mund t'i japi mundësi teknik për të facilituar programin bërthamor. Duke bërë këtë natyrisht që sposton vëmendjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga ambientet tjera gjeografike drejt Iranit, dhe në të njëjtën kohë pra e mban të impenjuar me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe kjo në një konflikt të global i cili nuk luhet vetëm në Ukrainë, ose Rusia nuk e luan vetëm në Ukrainë, po tenton ta luaj edhe në ambiente të tjera, kanë tentuar ta luajë edhe me Venezuelën, kanë tentuar ta luajë në Afrikë, apo tenton ta luajë edhe në republikat e tjera të Ish-Bashkimit Sovjetik. Atëherë normalisht që Irani është pjesë e kësaj strategjie. Goditja e një anije iraniane mund të jetë rastësi, mund të jetë edhe pjesë e asë të shëse mund të justifikohet në kuadrin e konfliktit apo të armatimit të Rusisë me armë iraniane, por deri në tashin nuk kemi pasur goditje të, le të themi, nga Rusia të objektivave perëndimor të cilat mundet ta furnizojnë në Ukrainën me armë, edhe pse kjo ka qenë gjithmonë një lloj kërcënimi që që rusët kanë bërë ndaj aktorëve evropianë. Ndërkohë, Klit,
Irani ka kërcënuar që do të hakmerret për atë goditje nëpërmjet raketave. Atëre, unë nuk e besoj që do të hakmerret, sepse do të ftonte në konflikt edhe vende të tjera. Pra do të ftonte edhe vendet europiane të cilat kanë qenë të ftohta në konfliktin me Iranin. Dhe nuk e besoj, sepse funi fundit është një lloj provokimi i cili mundet edhe të anashkalohet. Natyrisht Irani mund të sulmojë edhe Shqipërinë për shkak sepse thoshte rreziku që mundet t'i ofrojë Shqipëria është shumë më herë më i prekshëm se sa ç'mund t'ia japi, se ç'mund t'i ofrojë Ukraina. Ukraina po jep edhe këtë ndihmën e këtyre vendeve të gjirit, këto për ndihmën. Po teknologjia është gjë tjetër. Në rast se Shqipëria ka një aktor politik i cili konsiderohet si jo vetëm destabilizues, por si rrezik për regjimin e Iranit, për bën më tepër rrezik se sa që bën Ukraina. Teknologjia është diçka që lëviz në këto kushte, dhe në rast se do të merresh kjo si lloj provokimi, atëherë bota do të ishte një lloj konflikti permanent, se fundi fundit çfarë do lloj teknologjie që ti mund transferosh në një vend luftë mund konsiderohet si pjesë e ushqimit të aparatit